Kapitulli 17. Perëndia xheloz. Perëndia xheloz. A nuk ju tingëllon ofenduese? E njohim mirë vesin e xhelozisë, atë përbindëshin sy jeshil, madje si një prej veseve më kanceroze dhe shpirt ngrënëse. Sa për Perëndin, jemi të sigurt që ai është përsosmërisht i mirë. Ndaj, si mundet vallë të imagjinoj dikush që në të ka xhelozi? Hapi i parë drejt ndërgjegjes së kësaj pyetjeje është që të qartësojmë se nuk kemi të bëjmë këtu me një çështje imagjinate. Nëse Perëndia do të ishte një imagjinat e jona, atëherë natyrshëm që do t'i atribonim atij vetëm karakteristika admiruese dhe xhelozia nuk do të ishte pjesë e kësaj imagjinate. Askush nuk do të imagjinonte një Perëndi xheloz. Mirëpo, ne nuk po formulojmë një ide rreth Perëndisë bazuar në imagjinatën tonë. Përkundrazi, ne po përpiqemi të ndjekim fjalët e Shkrimit të Shenjtë, në të cilin vetë Perëndia na thot të vërtetën në lidhje me personin e tij. Sepse Perëndia, krijuesi ynë, të cilin nuk do të mund ta kishim zbuluar dot kurrë përmes imagjinatës sonë, na është zbuluar vetë. Ai ka folur. Ai ka folur përmes shumë ndërmjetësve dhe lajmëtarëve njerëzor dhe përfundimisht me anë të Birit të Tij, Zotit ton Jezu Krisht. Ai madje nuk ka lejuar që as mesazhet e tij dhe as kujtesa e veprave të tij të fuqishme të transformohen dhe të humbasin përmes procesit shtrembërues të transmetimit gojor. Përkundrazi, ai ka mundësuar që ato të regjistrohen përgjithmonë në formë të shkruar. Atje në Bibël, në këtë regjistrin e informacionit publik të Perëndisë, siç e quajti Kalvini, zbulojmë që Perëndia tregon vazhdimisht për xhelozinë e tij. Kur Perëndia e nxori Izraelin nga Egjipti drejt malit të Sinait për t'u dhënë atyre ligjin dhe beslidhjen e tij, xhelozia e tij ishte gjëja e parë që ai u mësoi atyre rreth vetes së tij. Sanksioni i urdhërimit të dytë, që ju tha gojarisht Mojsiut dhe u shkrua nga gishti i Perëndisë mbi pllaka guri, Eksodi kapitulli 31 vargu 18, ishte ky: Sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz. Kapitulli 20 vargu 5. Pak më vonë, Perëndia i tha Mojsiut, akoma më prerazi, sepse Zoti, emri i të cilit është xhelozi, është një Perëndi xheloz. Kapitulli 34 vargu 14. Konteksti në të cilin shfaqet e bën këtë tekst edhe më domethënës. Zbulimi i emrit të Perëndisë, domethënë siç ndodh gjithmonë në shkrim, zbulimi i natyrës dhe karakterit të tij, është një nga temat themelore në librin e Eksodit. Në kapitullin 3, Perëndia e kishte shpallur emrin e tij si Unë jam ai që jam, ose thjesht Unë jam, dhe në kapitullin 6 si Jehova, Zoti. Këto emra e tregonin atë si vetë ekzistues, vetë përcaktues dhe sovran. Më pas, në kapitullin 34, Perëndia ja shpalli emrin e tij Mojsiut, duke i thënë që Zoti është Zoti Perëndi, i mëshirshëm dhe i dhëmshur, i ngadalshëm në zemërim, i pasur në mirësi dhe në besnikëri, që fal pa udhësinë, por nuk e lë të pandëshkuar. Kapitulli 34, vargjet 6 dhe 7. Ky ishte emri që shpaloste lavdin morale të Perëndisë. Së fundmi, 7 vargje më tej, pjesë e së njëjtës bisedë me Mojsiun, Perëndia e përmblodhi dhe e përmbushi zbulesën e emrit të tij, duke shpallur që ai është xheloz. Duket qartë që kjo fjalë e papritur përfaqëson atë cilësi të Perëndisë, e cila jo vetëm ishte në përputhje me shtjellimin e mëparshëm të emrit të tij, por në një farë mënyre ishte përmbledhja e këtij emri.
Përderisa kjo cilësi, në kuptimin e vërtetë të fjalës, ishte emri i tij, atëherë ishte shumë e rëndësishme që populli i tij duhet ta njihte kuptimin e këtij emri. Në fakt, Bibla flet shumë për xhelozinë e Perëndisë. Referenca për xhelozinë e Perëndisë gjejmë edhe në vende të tjera të Pentatukut. Tek Numrat, kapitulli 25, vargu 11, Ligji i Përtërir, kapitulli 4, vargu 24, kapitulli 6, vargu 15, kapitulli 29, vargu 20, kapitulli 32, vargjet 16 dhe 21. Në librat historik, tek Josueu, kapitulli 24, vargu 19, tek 1 i Mbretërve, kapitulli 14, vargu 22, tek profetët, Ezekieli, kapitulli 8, vargjet 3 deri në 5, kapitulli 16, vargjet 38 dhe 42, kapitulli 23, vargu 25, kapitulli 36, vargjet 5 deri në 7, kapitulli 38, vargu 19, kapitulli 39, vargu 25, Joeli, kapitulli 2, vargu 18, Nahumi, kapitulli 1, vargu 2, Sofonia, kapitulli 1, vargu 18, kapitulli 3, vargu 8, Zakaria, kapitulli 1, vargu 14, kapitulli 8, vargu 2. Dhe tek psalmet, psalmi 78, vargu 58, psalmi 79, vargu 5. Xhelozia e Perëndisë paraqitet vazhdimisht si motivi i shtytës për veprim, qoftë në zemërim, qoftë për mëshirë. Do të jem xheloz për emrin tim të shenjtë. Ezekieli, kapitulli 39, vargu 25. Unë jam shumë xheloz për Jeruzalemin dhe për Sionin. Zakaria, kapitulli 1, vargu 14. Zoti është një perëndi xheloz dhe hakmarrës. Nahumi, kapitulli 1, vargu 2. Në Dhjatën e Re, Pali i pyet korintasit arrogant: a duam ne të provokojmë Zotin për në xhelozi? Vallë, a jemi më të fortë se ai? 1 Korintasve, kapitulli 10, vargu 22. Ndoshta versioni RSV i përkthimit anglisht të Biblës me të drejtë e përkthen fjalinë e vështirë te Jakobi, kapitulli 4, vargu 5, si ai dëshiron me xhelozi, fjalë për fjalë, deri në xhelozi, frymën që ai e ka vendosur të banojë në ne. Natyra e xhelozisë së Perëndisë. Ndërkohë, mund të pyesim: cila është natyra e kësaj xhelozie hyjnore? Si mund të jetë xhelozia një virtyt i Perëndisë kur ajo është një vesë te njerëzit? Përsosmëritë e Perëndisë meritojnë lavdërim. Por si mund ta lavdërojmë Perëndin xheloz? Përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve do ta gjejmë nëse konsiderojmë dy fakte. Së pari, deklaratat biblike për xhelozinë e Perëndisë janë antropomorfizma, do me thënë, ato janë përshkrime të Perëndisë përmes një gjuhe të huazuar nga jeta jonë njerëzore. Bibla është e mbushur plot me antropomorfizma. Krahu i Perëndisë, dora dhe gishti, dëgjimi i tij, shkrimi dhe nuhatja, butësia e tij, zemërimi, pendimi, e qeshura, gëzimi e kështu me radhë. Perëndia i përdor këto terma për të na përshkruar vetveten, sepse gjuha e huazuar nga jeta jonë personale është mjeti më i saktë që kemi për t'i konfirmuar mendimet që kemi për të. Ai është një qenie personale, ashtu si edhe ne, në një mënyrë të pakrahasueshme me asnjë krijesë tjetër fizike. Nga të gjitha krijesat fizike, vetëm njeriu u krijua në shëmbëllimin e Perëndisë. Përderisa jemi të ngjashëm me Perëndin, sesa çdo krijesë tjetër që njohim, ai mund të na e portretizojë vetveten në mënyrë më domethënëse dhe më pak keqkuptuese sesa përmes ndonjë forme tjetër. Këtë gjë
e theksuam 2 kapituj më parë. Megjithatë, kur ballafaqohemi me antropomorfizmat e Perëndisë, duhet të ruhemi nga keqkuptimi. Ne duhet të mbajmë mend që njeriu nuk është kuti matës i krijuesit të tij. Dhe sa herë gjuha e jetës personale njerëzore përdoret për Perëndin, nuk nënkuptohet asnjë prej kufizimeve të natyrës njerëzore. Për shembull, kufizimi i njohurisë, ose i pushtetit, ose i parashikimit, ose i forcës, ose i konsekuencës, apo çfarëdo tjetër të ngjashme me to. Gjithashtu, ne duhet të mbajmë mend që ato elemente të tipareve njerëzore, të cilat tregojnë efektet korruptuese të mëkatit, nuk kanë asnjë tipar të barazvlefshëm në Perëndin. Kështu për shembull, zemërata e tij nuk i ngjan shpërthimit as pak fisnik të zemërimit njerëzor, i cili është një shenjë krenarie dhe dobësie. Zemërata e tij është reagimi i shenjtërisë së tij ndaj ligësisë në një mënyrë moralisht të drejtë dhe të lavdishme. Zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Jakobi, kapitulli 1, vargu 20. Mirëpo zemërimi i Perëndisë është pikërisht drejtësia e tij në veprim gjykues. Në të njëjtën mënyrë, xhelozia e Perëndisë nuk është një përmbledhje shqetësimit, smirës dhe inatit, sikurse ndodh shpesh me xhelozinë njerëzore. Por përkundrazi, ajo shfaqet në kuptimin e plotë të fjalës si një zell i lavdërueshëm për të ruajtur atë që ka një vlerë jashtëzakonisht të çmuar. Kjo na çon te pika jon e dytë. Së dyti, ekzistojnë 2 lloje xhelozish mes njerëzve dhe vetëm një prej tyre është ves. Xhelozia imorale është shprehje e qëndrimit. Unë dua atë që ke ti dhe të urrej për shkak se nuk e kam edhe unë. Ajo është një lloj mërie fëminore që buron nga lakmia që nuk është gozhduar në kryq, e cila shprehet në smirë, ligësi dhe veprime keqdashëse. Kjo xhelozi është tmerrësisht e fuqishme, sepse ushqen dhe ushqehet nga krenaria, e cila është rrënja boshtore e natyrës sonë të rënë. Xhelozia përmban një fiksim të çmendur, i cili, nëse ushqehet, mund të shkatërrojë edhe një karakter të fortë. Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm. Por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Pyeti urti. Fjalët e urta, kapitulli 27, vargu 4. E ashtu quajtura xhelozi seksuale, tërbimi i çmendur i një të dashuruari, të cilin e kanë referuar apo e kanë zëvendësuar me dikë tjetër, është një xhelozi e këtij lloji. Mirëpo, ka edhe një lloj tjetër xhelozie. Zelli për të mbrojtur një marrëdhënie dashurie ose për t'u hakmarrë kur ajo shkatërrohet. Edhe kjo xhelozi funksionon në sferën seksuale, ndonse këtu ajo nuk shfaqet si reagimi i verbër i një krenarie të lënduar, por si fryti i dashurisë martesore. Siç ka shkruar edhe profesor Tasker, bashkëshortët që nuk bëhen xheloz nga ndërhyrja e një dashnori ose një kurorshkelësi në martesën e tyre, sigurisht që kanë humbur busullën morale, sepse thelbi i martesës qëndron në përkushtimin ndaj vetëm një partneri, dhe Epistle of James, faqja 106. Kjo lloj xhelozie është një virtyt pozitiv, sepse tregon që e ka rrokur kuptimin e vërtet të marrëdhënies bashkëshortore, bashkë me zellin e duhur për ta mbajtur atë të paprekur. Ligji i dhjatës së vjetër e lejon një xhelozi të tillë dhe përshkruan një blatim xhelozie dhe një sprov mallkuese sipas së cilës bashkëshorti që dyshon se bashkëshortja e tij e kishte tradhtuar dhe kishte një frymë xhelozie, mund të resht së shqetësuari, sido që të ketë ndodhur. Numrat kapitulli 5, vargjet 11 deri në 31. Shkrimi nuk na sugjeron as këtu, as në referencat e mëvonshme ndaj xhelozisë së bashkëshortit te fjalët e urta, kapitulli 6, vargu 34,
se qëndrimi i bashkëshortit ishte moralisht i dyshimt. Përkundrazi, ai e trajton vendosmërinë e tij për ta ruajtur martesën e vet ndaj çdo sulmi dhe për të reaguar ndaj kujtdo që e dhunonte atë si një qëndrim të natyrshëm, normal dhe të drejtë, dhe si një fakt që ai e vlerëson martesën ashtu siç duhet. Tani shkrimi e sheh vazhdimisht xhelozinë e Perëndisë në ngjashmëri me llojin e dytë, domethënë si një aspekt të dashurisë së tij beslidhëse për popullin e tij. Dhjata e vjetër e konsideron beslidhjen e Perëndisë si martesën e tij me Izraelin, e cila përfshin një detyrim pa rezerva për dashuri dhe besnikëri. Adhurimi i idhujve dhe të gjitha marrëdhëniet komprometuese me idhujtarët pagan konsideroheshin mosbindje dhe pabesi, një kurorshkelje frymërore në sytë e Perëndisë, e cila provokonte xhelozinë dhe hakmarrjen e tij. Të gjitha referencat e ligjit të Mojsiut ndaj xhelozisë së Perëndisë kanë të bëjnë me adhurimin e idhujve, në një formë apo në një tjetër, dhe të gjitha të kujtojnë sanksionin e urdhërimit të dytë, të cilat i cituam më herët. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për Jozueun kapitulli 24 vargu 19, një e mbretërve kapitulli 14 vargu 22, Psalmi 78 vargu 58 dhe të 1 Korintasve kapitulli 10 vargu 22, në Dhjatën e Re. Tek Ezekieli kapitulli 8 vargu 3, kur një idhull adhurohej në Jeruzalem, ai quhej idhulli i xhelozisë, që shkakton xhelozinë. Vargu 38, krahaso me vargun 42, kapitulli 23, vargu 25. Nga këto pasazhe, ne shohim qartë se çfarë nënkuptonte Perëndia kur i tregoi Mojsiut që emri i tij ishte xhelozi. Me këtë, ai nënkuptonte se kërkon besnikëri të plotë dhe absolute prej atyre që i ka dashur dhe i ka shpenguar, dhe se do ta përligjë të drejtën e tij për ndëshkimin e tyre, nëse ata e tradhtojnë dashurinë e tij me pabesi. Calvini goditi në shenjë kur e shpjegoi sanksionin e urdhërimit të dytë si më poshtë. Zoti na drejtohet shumë shpesh përmes personazhit të një bashkëshorti, ashtu siç ai kryen të gjitha detyrat e një bashkëshorti të vërtet dhe besnik, po ashtu kërkon prej nesh dashuri dhe pastërti martesore. Do me thënë që të mos e prostituojmë shpirtin ton me Satanin, si rjedhoj, sa më i pastër dhe i virtytshëm të jetë burri, aq më shumë fryhet kur e sheh gruan e tij që të anoj kah një rivali. Po kështu, Zoti, i cili na ka fejuar me vetveten në të vërtetën, shpall se ndizet nga një xhelozi e zjarrt, sa herë që duke neglizhuar pastërtinë e martesës së tij të shenjtë, ne ndotemi me epshe të neveritshme dhe, veçanërisht kur adhurimi ndaj hyjnisë së tij, që duhet ta kishim ruajtur me kujdes të madh dhe të pandryshuar, i transferohet dikujt tjetër, ose ndotet me ndonjë bestytni. Në këtë mënyrë, jo vetëm që shkelim premtimin e dhënë, por edhe ndotim shtratin martesor duke lejuar qasjen e kurorshkelësve. Institutes 2:8-18. Megjithatë, mbetet edhe një pikë tjetër për të shtuar, nëse duam që ta shohim këtë çështje në dritën e saj të vërtetë. Xhelozia e Perëndisë për popullin e tij, sikurse e kemi parë, parakupton dashurinë e tij beslidhëse, e cila nuk është një ndjenjë kalimtare, rastësore dhe e paqëllimshme, por është shprehja e qëllimit të tij sovran. Synimi i dashurisë beslidhëse të Perëndisë është që ai të ketë një popull mbi tokë për aq kohë sa të vazhdojë historia, dhe më pas t'i ketë të gjithë besnikët e tij të çdo epoke në lavdi pranë vetes. Dashuria beslidhëse është zemra e planit që Perëndia ka për botën e tij. Në fund të fundit, xhelozia e Perëndisë
duhet kuptuar në ndritën e planit të përgjithshëm të Perëndisë për botën e tij. Sepse synimi përfundimtar i Perëndisë, sikurse na e shpall Bibla, është i trefisht. Të përligj sundimin dhe drejtësinë e tij, duke treguar sovranitetin e tij në gjykimin e mëkatit, të shpengojë dhe të çlirojë popullin e tij të zgjedhur, si dhe të marrë dashurinë dhe lavdërimin e tyre për veprat e tij të lavdishme të dashurisë dhe të shfaqjes së drejtësisë së tij. Perëndia kërkon atë që ne duhet të kërkojmë, lavdinë e tij në dhe përmes njerëzve, dhe në fund të fundit, ai është xheloz për të arritur këtë synim. Xhelozia e tij në të gjitha mënyrat e manifestimit të saj është pikërisht kjo. Zelli i Zotit të ushtrive, Isaia kapitulli 9 vargu 7, kapitulli 37 vargu 32, krahaso me Ezekieli kapitulli 5 vargu 13, në përmbushjen e qëllimit të tij për drejtësi dhe mëshirë. Prandaj, nga njëra anë, xhelozia e Perëndisë bën që ai t'i gjykojë dhe t'i shkatërrojë të pabesët midis popullit të tij, të cilët bien në idhujtari dhe mëkat. Ligji i Përtërir, kapitulli 6, vargjet 14 dhe 15, Jozueu, kapitulli 24, vargjet 19 dhe 20, Sofonia, kapitulli 1, vargu 18. Por edhe t'i gjykojë armiqt e drejtësisë dhe mëshirës kudo qofshin. Nahumi, kapitulli 1, vargu 2. Ezekieli, kapitulli 36, vargjet 5 deri në 7, Sofonia, kapitulli 3, vargu 8. Nga ana tjetër, xhelozia e Perëndisë bën që ai ta rimëkëmb popullin e tij, pasi i ka ndrequr dhe përullur ata përmes një gjykimi kombëtar. Gjykimi i robërisë. Sofonia, kapitulli 1, vargjet 14 deri në 17, kapitulli 8, vargu 2. Gjykimi i fatkeqësisë së karkalecave. Joeli, kapitulli 2, vargu 18. Çfarë i motivon këto veprime? Thjesht fakti që ai është xheloz për emrin e tij të shenjtë. Ezekieli, kapitulli 39, vargu 25. Emri i tij është natyra dhe karakteri i Jehovës, Zotit, sunduesit të historisë, emri i tij që duhet të njihet, të nderohet dhe të lavdërohet. Unë jam Zoti, ky është emri im. Nuk do t'ja jap lavdin time asnjë tjetri, as lavdërimet e mia shëmbëltyrave të gdhendura. Për hir të vetvetes e bëj këtë. Si mund të lë pra që të përdhoset emri im? Nuk do t'ja jap lavdin time asnjë tjetri. Isaia, kapitulli 42, vargu 8, kapitulli 48, vargu 11. Në këto tekste gjejmë përmbledhjen e thelbit të xhelozisë së Perëndisë. Reagimi i krishterë. Çfarë ndikimi praktik ka e gjithë kjo për ata që shpallin veten si pjesë të popullit të Perëndisë? Përgjigjja mund të jepet përmes dy nëntitujve. E para, xhelozia e Perëndisë kërkon që ne të jemi të zellshëm për Perëndinë. Ashtu sikurse reagimi ynë i duhur ndaj dashurisë së Perëndisë është që ne ta duam atë, po kështu edhe reagimi ynë i duhur ndaj xhelozisë së tij për ne është që ne të jemi të zellshëm për të. Interesimi i tij për ne është shumë i madh, ndaj i tillë duhet të jetë edhe interesimi ynë për të. Kuptimi i ndalimit të idhujtarisë në urdhërimin e dytë do të thotë që populli i Perëndisë duhet që të jetë i përkushtuar plot dëshirë dhe pasion ndaj personit të tij, ndaj kauzës së tij dhe ndaj nderit të tij. Bibla përdor fjalën zell për një përkushtim të tillë dhe ndonjëherë e quan xhelozi për Perëndinë. Vetë Perëndia, sikurse e kemi parë tashmë, e manifeston këtë zell. Prandaj, edhe të perëndishmit duhet ta shfaqin atë.
Përshkrimi klasik i zellit ndaj Perëndisë vjen nga peshkopi J.C. Ryle. Këtu po e citojmë të plot. Zelli fetar është një dëshirë e zjarrt për t'i pëlqyer Perëndisë, për të bërë vullnetin e tij dhe për të lartësuar lavdinë e tij në botë në çdo mënyrë të mundshme. Kjo është një dëshirë që nuk i vjen askujt natyrshëm. Fryma e vendos këtë dëshirë në zemrën e çdo besimtari kur ai kthehet në besim. Mirëpo, disa besimtarë e ndjejnë shumë herë më fort se sa të tjerë, saqë vetëm ata e meritojnë të quhen njerëz të zellshëm. Një besimtar i zellshëm është mbi të gjitha një njeri me një ambicie të vetme. Nuk mjafton që të thuash se ai është i zellshëm, i përzemërt, pa kompromis, i përpikt, i përkushtuar, i zjarrt në frymë. Ai sheh, kujdeset, jeton dhe preokupohet vetëm për një gjë të vetme: t'i pëlqejë Perëndisë. Në jetë a në vdekje, në shëndet a në sëmundje, në kamje a në skamje, nëse i kënaq a i ofendon të tjerët, nëse konsiderohet i urtë a i marr, nëse fajsohet a lavdërohet, nëse nderohet a turpërohet, asnjëra prej këtyre nuk e lëkund njeriun e zellshëm. Ai ka vetëm një dëshirë të zjarrt, që t'i pëlqejë Perëndisë dhe ta përhap lavdinë e tij. Nuk e ka problem nëse ky zjarr e konsumon edhe atë. Përkundrazi, e konsideron kënaqësi. Ai e konsideron veten si një llambë e krijuar për t'u djegur, dhe nëse procesi i djegjes e konsumon, ai po bën vetëm detyrën që i ka caktuar Perëndia. Një njeri i tillë do ta gjejë gjithmonë një fushë ku ta shfaq zellin e tij. Nëse nuk mund të predikojë, të punojë dhe të dhurojë para, ai do të vajtojë, do të psherëtijë dhe do të lutet. Nëse ai nuk mund të luftojë në fushë betejë me Jozueun, ai do të bëjë punën e Mojsiut, Aaronit dhe Hurit në majë të kodrës. Eksodi, kapitulli 17, vargjet 9 deri në 13. Nëse i dalin pengesa për ta kryer një punë vet, ai nuk do të reshtë së luturi i Zotit derisa ndihma të vijë gjetiu dhe puna të kryhet. Ja pra çfarë nënkuptoj unë kur flas për zellin fetar. Practical Religion, botimi i vitit 1959, faqja 130. Vlen të theksojmë që zelli urdhërohet dhe lavdërohet në shkrime. Të krishterët duhet të jenë të zellshëm për vepra të mira. Titit, kapitulli 2, vargu 14. Korintasit përlëvdohen kur shfaqin zell, pasi janë qortuar. 2 Korintasve, kapitulli 7, vargu 11. Elia kishte një zell të madh për Zotin, Perëndinë e ushtrive. 1 Mbretërve, kapitulli 19, vargjet 10 dhe 14. Ndaj Perëndia e nderoi zellin e tij, duke i dërguar një qere të zjarrt për ta marrë lart në qiell, dhe e caktoi atë si përfaqësuesin e ligës së perëndishme të profetëve, për të qëndruar bashkë me Mojsiun mbi malin e shndrimit dhe të bisedave me Zotin Jezus. Kur Izraeli e kishte provokuar zemërimin e Perëndisë përmes idhujtarisë dhe shthurjes seksuale, dhe Mojsiu i kishte dënuar shkelësit me vdekje, kur populli ishte duke vajtuar dhe një nga burrat u shfaq përpara tyre me një grua midianite për krah tij, dhe kur Finehasi i mbushur me dëshpërim i vrau të dy me një shtizë, Perëndia e lavdëroi atë sepse kishte qenë xheloz për Perëndinë e tij, xheloz me xhelozinë time. Prandaj nuk i konsumova bijtë e Izraelit në xhelozinë time. Numrat, kapitulli 25, vargu 11, vargu 13, sipas versionit në anglisht Revised Version. Pali ishte një burr i zellshëm, i përqendruar dhe plotësisht i përkushtuar për Zotin e tij. I përballur me burgun dhe dhimbjen, ai deklaroi: "Por unë
nuk dua t'ja di fare, dhe as jetën time nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë. Veprat e Apostujve, kapitulli 20, vargu 24. Vetë Zoti Jezus ishte shembulli suprem i zellit. Kur e pan teksa pastronte tempullin, dishepujt e tij u kujtuan se ishte shkruar: "Zelli për shtëpinë tënde më ka përpir." Gjoni, kapitulli 2, vargu 17. Çfarë mund të themi për veten tonë? A na përpin zelli për shtëpinë dhe për kauzën e Perëndisë? A na pushton ky zell? A na konsumon ai? A mund të themi bashkë me mësuesin: "Ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij." Gjoni kapitulli 4 vargu 34. Si duket dishepullimi ynë? A nuk duhet që edhe ne të lutemi bashkë me ungjilltarin e zjarrt George Whitefield, një burr aq i përulur sa edhe i zellshëm: "Zot, më ndihmo t'ja nis për të filluar"? E dyta, xhelozia e Perëndisë përbën kërcënim për kishat që nuk janë të zellshme për Perëndin. Ne i duam kishat tona. Ato na ndjellin mendime të shenjta dhe as nuk na shkon ndërmend që ato e ofendojnë Perëndin, të paktën jo në ndonjë mënyrë serioze. Mirëpo Zoti Jezus dikur i dërgoi një mesazh një kishe shumë të ngjashme me disa nga kishat tona, kishës së vetkënaqur të Laodices, ku ai i tha asaj bashkësie se mungesa e zellit të tyre ishte shkak i një ofendimi të rënd për të. Unë i njoh veprat e tua, që ti nuk je as i ftohtë, as i ngrohtë. Do të doja të ishe i ftohtë ose i ngrohtë, por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë e as i ngrohtë, do të vjell nga goja ime. Prandaj, ji i zellshëm dhe pendohu. Zbulesa, kapitulli 3, vargjet 15 deri në 16 dhe vargu 19. Sa prej kishave tona sot janë të respektuara dhe me doktrinën e shëndosh dhe njëkohësisht janë të vakta? Prandaj, çfarë fjale duhet u drejtoj Krishti atyre? Çfarë na mbetet për të shpresuar nëse prej mëshirës së Perëndisë, i cili edhe në zemërim kujtohet të jetë i mëshirshëm, nuk tregohemi të zellshëm për t'u penduar? Na rigjallëro, o Zot, përpara se të bjerë gjykimi.